Ja, kja për kësaj s'ka gjon këta kush. Ja. Kja Nuk ka mbetur thuajse asgjë nga të mbjellat e shalqirit dhe duhanit në fshatin Luboten të Shkupit. Breshëri befasoi banorët derisa prisnin dhe përcillin mysafir për festën e Bajramit. që çket majën që e ka presh, këta mos përgjagjë. Se nuk shkon më të lartë. Nuk rritet më. Kopila. Kja mos shkon kja. Kopilën e fjala, kopilën e Kishte, e kur e ka korsi ka që jetën e ka dëmto, që jetën e ka dëmto, që jetën e ka dëmto. Që këto i ka thaj këtë, që këshire. Po, që ja, këshire. Kjo, Që edhe kja hesir këtë shkon. po, që e ka kput, krop. E ka dëmtu sa 5 gjitha Kjo që nuk ka shkon të rritën. majën ja kanë Ta dalë. kanë më rrit, edhe me në nisë më rrit janë këtë tallë? Çfarë duni me buju me këtë? Prishtë, ha? Na me këtë do të mundohemi ashe çdo gjë që i ka. Duhet me i pastru. Mja pastu, ta. Pas këtyre dëmtimeve, bujqit më nuk presin se mund të fitojnë diçka nga ky duhan, por shpresojnë që të nxjerrin vetëm harxhimet e tyre. Duhanin e ka dëmtu, ti thosh 100%, po kena shpresë që ki duhani do të shluaje pak tërmat ashtaj. Ai nuk ka me kon kvalitet ai don. Ai që do shluaje, ama diçka do dalë. Çka do ndashta dëni harxhim do ta qesim. Ama pikta që me fitu nuk ka fitim tek. Banorët thanë se nuk do t'i paraqesin dëmet në komunë sepse edhe kur i kanë paraqitur më parë, asnjëherë nuk u kanë dalë në ndihmë as nga pushteti lokal e as nga ai qendror. Nga Ministria e Bujqësisë na njoftuan se pas elaborateve komunale për dëmet të shkaktuara, Komisioni Qeveritar e konfirmon saktësinë e procedurës dhe përgatit propozim pagesë të fondeve që lëvizin nga 5 deri në 20%.